Në teatrin Migjeni u prezantua shfaqja Zysh e dashur me regji të Frit Selmanit si pjesë e programit të Xhexhu Fest. Drama u prit mirë nga publiku, teksa të rinjt në skenë sollën një histori të ngarkuar emocionalisht, duke reflektuar mesazhin kryesor të festivalit që trajton vështirësitë dhe dhunën ndaj gruas. Ky festival ka si qëllim që temat jetë gruaja, pra dhuna jo vetëm fizike, por edhe psikologjike. Unë kam zgjedh këtë vepër e cila paraqet jo vetëm dhunën në kuptimin e parë ndaj gruas, por kjo shfaqje jam mundu përmesjellë edhe ndërthurje në brezave, se si një i ri me një zysh, që si e shef një zysh, një të ri, që kam frikë se është një realitet edhe ky i sotëm i cili duhet mu rregullua dhe duhet me kanë më në vëmendje. Aktorët e rinj Marcel Papleka, Jozef Marashi, Mirë Sikiri, Amar Fishta dhe Amelia Krosaj formuan trupën interpretuese, duke u përballur me role të vështira dhe me ngarkesë të madhe psikologjike. Shumë e frikshme me lut këtë rol. Jo sa është rol që s'luhet, por është e frikshme se kemi u bë personazh negativ, kemi hi që është në themel është personazh negativ. Por është emocion shumë i bukur, është edhe i veçantë. Kjo ka qenë një shfaqje shumë sfiduese për mua, sepse e kam marrë vetë për me bërë një rol tillë, sepse e kam pa që është diçka ndryshe. Plus edhe mesazhi që përcjell është shumë një mesazh i veçantë, edhe për tematikën që ka vetë shfaqja edhe vetë festivali, pra për gruan. Një grumo emocionesh, nuk e din, në fillim ishte bagi vështirë më mësu me skenën, por kur hina mamërësit rolit, gjithçka shlohet edhe e merr vetin, si më thënë. To kanë edhe hera parë, është një nerë shumë i madh për mua me aktru në këtë skenë, që kanë aktru tonë ata emna të shumë. Ishte një eksperiencë në shpër tjerave, sepse është disa të herë që unë marr pjesë në teatr, por kishte një temë shumë më realistike edhe bashkëkohore. Edhe më ka bë më shumë emocion, më ka bë më më mirë. Xhexhu Fest në edicionin e tij të parë do të vijojë deri me 2 dhjetor me shfaqje të tjera premier që mbeten në të njëjtën linjë tematike, kushtuar realitetit të gruas.